Majonezë shtëpie në vetëm 1 minutë përgatisin ditën e sotme, e shijshme, e shëndetshme dhe pa konservant. Perfekte për sallatat ruse dhe sallatat e tjera festive. Përgatitet vetëm me një vezë, vaj ulliri, pak usull, pak krip, pak sheqer dhe të gjitha në blender për 1 minutë, pa frikë se dështoni. Shija e saj e pakrahasueshme. Ruhet disa ditë në frigorifer dhe është alternativa më e mirë ndaj majonezës së gatshme. Shikoj videon dhe provojeni. Natyrisht mos harroni ta shpërndani edhe me miqtë tuaj. Me dashuri nga kuzhina ime për ju.